Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, do të vi tani pranë jush me një ngjarje, një histori shumë tronditse. Një histori që do t'ju bëj të gjithëve me lot. Më besoni, është meri fare ajo se çfarë i ka ndodhur kësaj vajze të mirë, kësaj vajze të shkretë, kësaj vajze e cila rrëfen jetën e saj. Unë jam një vajzë që kam përjetuar shumë dhimbje në jetë. Historia ime nuk është si e të tjerëve. Ajo nisi me një plagë që asnjëherë nuk u mbyll plotësisht. Që në momentin kur unë u linda, nuk e ndjeva kur aromën e nënës sime. Ajo mbylli sytë në lindje dhe nuk e mbaj mend kur një përqafim të saj, një fjalë të butë e një dorë të ngrohtë. Gjithçka që unë e di për të është se si më solli në jetë edhe pastaj iku, si një ëngjëll që la gjurmë vetëm tek unë. Babi im për fat keq nuk e pranoi dot këtë humbje. Ai më faqësonte mua, çdo ditë që kalonte, çdo gotë që pinte, ai ma kujtonte se sipas tij unë isha arsyeja pse ajo nuk jetonte. Më rriti gjyshja ime e dashur, një grua e fortë që më mbrojti si një ëngjëll. Ajo më dha dashurinë që nuk e nxora nga prindërit, por kur isha vetëm 7 vjeç, edhe ajo ndroi jetë. Atë ditë mu duk sikur qielli më ra mbi kokë. Sapo humba gjyshen, humba gjithçka që ndjeja si shtëpinë time. Babai më përkeqësua, pinte çdo ditë. Nuk punonte më. Edhe pastaj më detyroi mua, një fëmijë 7 vjeçar, të dilja rrugëve për të lypur. Isha fëmijë me duar që më dridheshin duke kërkuar pak mëshirë nga njerëzit e panjohur. Një natë nuk kisha mbledhur para, u ktheva në shtëpi e dridhur dhe babai më qelloi me ripin e pantolonave, më përzuri jashtë në shi. Kisha frikë, kisha uri dhe aty mes lotëve dhe shiu u futa në kolibën e qenit ton. U shtriva në tokë dhe më zuri gjumi aty. E mbaj mend akoma atë ftohtësi që më hynte në koçka. Në mëngjes ai erdhi dhe më kërkoi falje. Unë si fëmijë që isha e fala. Ai premtoi se do të gjente punë, por pas disa ditësh u kthye përsëri i dehur dhe përsëri më goditi mua. Kjo ishte jeta ime. Dhunë, lot, rrugë, libra të falur nga njerëzit me zemër të mirë. Shkollën e vazhdoja me libra të vjetër që mi dhuronin të tjerët, kthehesha, pastroja shtëpinë dhe dilja prapë rrugëve. Kur mbusha 10 vjeç, babi erdhi një ditë në shtëpi gëzuar, më tha së shpejti hallet tona do të marrin fund. Nuk e kuptoja çfarë donte të thoshte, e pash teksa afrohej një çift që nuk i njihja. Ata më shikonin si kur isha diçka për të cilën kishin paguar lek. Nuk arrija t'i kuptoja. Deri në momentin kur babai, pa më thënë asnjë fjalë, më dorëzoi tek ata. Më shiti, më ktheu kurizin dhe mori parat. Atë moment ndjeva dhimbjen më të madhe të jetës sime. Qava për ditë të tëra. Çdo natë zgjohesha dhe thërrisja emrin e babit, sikur do të më dëgjonte, sikur të vinte edhe të më merrte. Por nuk erdhi kur. Me kohën u mësova me atë realitet. Çifti që më mori nuk mund të bënte fëmijë dhe donin të kishin dikë që ata ta rrisnin. Ata më dhan ushqim, më dhan arsim, më dhan një jetë që nuk e kisha njohur më parë. Me kalimin e viteve, mësova çfarë do të thoshte dashuria e vërtet dhe jo ajo e dhimbshme, por ajo që të rrit.
Sot unë jam e martuar, kam një vajzë 1 vjeçare, jam nën dhe çdo ditë që e shoh vajzën time mbaj fort. Ja jap gjithë dashurinë që nuk e mora dot kur unë isha fëmijë. Prindërit që më rritën, ata që më blen, i dua pafund, i dua shumë. Ata janë prindërit që më dhanë gjithçka, por unë mbaj ende një sekret. Nuk e kam thënë asnjëherë që ndonjëherë shkoj tek vari i nënës time biologjike, shkoj aty, flas me të, qaj me të. Ajo është gjaku im. Është arsyeja pse unë jam këtu. Por kam frikë se po t'ua them, mundem edhe t'i lëndoj. Nuk dua t'u shkaktoj dhimbje sepse ata më kanë dashur vërtet mua. Unë jam sot këtu duke e treguar historinë time sepse dua të shërohem, dua që dikush të më kuptoj mua, dua të jem një zë për ata fëmijë që ndoshta sot po kalojnë atë që kam kaluar unë, sepse nuk ka asgjë më të padrejtë se të marrësh fëmijërinë pafajësisht dhe t'ja mbushësh jetën me dhunë e me lotë. Dhe njëkohësisht dua të them se ka shpresë. Unë nga një fëmijë që lypsha rrugëve, jam bërë nën, jam bërë grua dhe mbi të gjitha njeri që di të doj. Kjo është forca ime. Kjo është historia e dhimbshme e kësaj zonje që unë me patjetër dua të jap mesazhin tim. Ne kur jemi më të rinj, kur jemi më të vegjël në moshë, mendojmë ndryshe, ndoshta edhe turpërohemi nga e kaluara jon. Por asnjëherë nuk duhet turpëruar nga e kaluara. Nëse ti ke dalur të lypësh në rrugë që të sigurosh para një babai i cili gjithmonë të ka gjykuar se arsyeja që nëna jote ndroi jetë je ti, sepse ne nuk jemi arsyeja askujt kur ndron jetë, do me thënë ai që vendos për marrjen e jetës është Zoti, në asnjë mënyrë nuk duhet të turpërohesh, por duhet të ndihesh krenare që edhe ke lypur, edhe ke kërkuar lekë, ke kërkuar lëmoshën, por ke qenë e drejtë dhe e pastër në shpirt. Dhe sot, Zoti t'i jep të gjitha të mirat, sot Zoti t'ka dhënë fëmijë, t'ka dhënë familje, t'ka dhënë atë që ti t'ka munguar gjithmonë, atë prehërin që në fakt nuk e ke gjetur kur e dashur. Mos jeto asnjëherë me pengun. Të bisedosh me varin e nënës është një gjë e bukur, sepse nxjerr të keqin që ke brenda vetes. Dhe ajo vërtet të dëgjon, sepse ne besojmë që shpirti jeton dhe shpirti është me ne. Por, jeto me të ardhmen. Jeto me të bukurën që të pret. Zoti t'ka dhënë 2 fëmijë të mrekullueshëm dhe ndjeu krenare për atë që je. Sepse ke kaluar në vështirësinë dhe në të keqen, sot ke arritur të kesh këtë bekim të madh nga Perëndia që ke në jetën tënde.